Hej miq, përshëndetje, unë jam Viola Dosti, jam doktoresh e shkencave të nutricionit e trajnuar në Harvard Medical School dhe sot do i dedikohemi diabetit të vezoreve, apo vezoreve policistike, apo të gjitha atyre gocave, vajzave dhe grave që kanë ciste në vezore. Fillimisht duhet që të shohim pak ato shkaqet kryesore që sjellin deri te krijimi i vezoreve policistike. E para është stresi, niveli i lartë i kortizolit shkakton një çrregullim hormonal dhe kjo sjell në krijimin e vezoreve policistike, kështu që unë sugjeroj për herë, unë them gjithmonë një shprehje time, mos bëni kompromis me paqen tuaj mendore, kështu që ruajeni qetësinë, përpiquni që të menaxhoni stresin, meditoni, qeshni, kërceni, bëni notë, esni, vraponi, çfarë do doni, por përpiquni që ta balanconi stresin, se askush nuk ka njeri që s'ka stres, po balancoheni. Një tjetër shkak përveç stresit është konsumi i lartë i sheqerit, edhe ne tashmë e dim që sheqeri është si një lloj droge, sepse krijon një ndjesi që të mban të varur, edhe në një eksperiment që kanë bërë para shumë vitesh, edhe kanë parë cilat zona të trurit aktivizohen kur ti konsumon sheqer dhe ku konsumon kokainë, dhe është parë që aktivizohen po të njëjtat zona të trurit, kështu që sheqeri padyshim që duhet mbajtur larg. Nuk flasim këtu për sheqerin e frutave, nga hurmat e arabis apo sheqeri që vjen nga mjalti, por flasim për sheqerin e përpunuar gjithmonë. Një tjetër arsye e krijimit të vezoreve policistike është fakti që vetë vezorja normalisht ka androgjen dhe androgjeni ka nevojë që të konvertohet në estrogen me ndihmën e disa enzimave, dhe kur këto enzima nuk e kryejnë punën e tyre, pra kur përpiqem që t'jem më i qartë, kur këto enzima nuk bllokohen, atëherë androgjeni nuk konvertohet në estrogen, dhe në këtë formë krijohen problematikat në vezore dhe që sjellin cistat në vezore apo edhe cistat policistike, që në fakt janë ato folikulat të cilat krijohen, le të themi, në mënyrë enorme. Nga ndodh ky bllokimi i kësaj enzimës që është përgjegjëse për shndrimin apo për konvertimin e androgjenit në estrogen. Shkaku kryesor janë ushqimet me përmbajtje GMO apo me përmbajtje të elementeve të modifikuar gjenetikisht, pra me organizma të modifikuar gjenetikisht. Dhe kjo zakonisht ndodh për shkak se ne fatkeqësisht sot ham ushqime të cilat janë të spërkatura, kryesisht këtu bëjmë një pjesë kimikateve, herbicideve, pesticideve me cilat spërkatet toka ushqimi, dhe ne jemi shumë pak të mbrojtur kundrejt tyre. Në vendin tonë, me sa kam informacion unë, nuk kanë hyrë akoma ushqime që janë GMO ose që janë ushqime të modifikuara gjenetikisht, por gjithsesi edhe ato kimikatet të cilat luajnë rolin e pseudoestrogenit, pra duke sikur trupi e ka estrogenin, por në fakt nuk e ka, janë kaq të dëmshme sa të sjellin çrregullime të tilla. Çfarë të bëjmë? Të hidhemi te pjesa se çfarë të bëjmë. Edhe nga një eksperiencë me një familjar timen, mjeku madje që e ka operuar, që ka ndërhyr, i ka treguar familjares time që duhet të haj kivi me lëkurë, dhe unë jo më kot, gjithmonë ku kam mundur, ju kam thënë që të konsumoni kivi me lëkurë. Kjo nuk është vetëm për gocat, zonjat apo gratë të cilat kanë tashmë ciste apo edhe vezore policistike, por është edhe për të parandaluar krijimin e tyre. Për hir të së vërtetës, nuk është që ka studime shkencore që e mbështesin shumë fort këtë gjë. Megjithatë, tek e fundit, vetë lëkura e kivit edhe ato ushqimet e kivit janë shumë herë më të pasura me antioksidues se sa vetë përmbajtja e kivit ose tuli i kivit brenda, thënë më popullor që më shqip. Kështu që çdo ditë nga një kokër kivi me lëkurë dhe nga eksperienca ime 13 vjeçare si doktoresha e nutricionit, kam parë që vërtet kanë pasur sukses. Dhe kuptohet ata të cilat kanë qenë të rregullt, ato të cilat kanë qenë të rregullta dhe kanë konsumuar çdo ditë nga një kokër kivi me lëkurë. Një gjë tjetër shumë e rëndësishme që duhet keni parasysh është që normalisht zonjat, pacientet që kanë probleme me vezoret policistike kanë çrregullime të nivelit të insulinës. Dhe duke qenë se kanë çrregullime të nivelit të insulinës, duhet të heqin dorë fillimisht nga ushqimet nga sheqernat e përpunuar.
duke hequr dorë nga sheqerat e përpunuar dhe duke shtuar yndyrën e shëndetshme, se kjo është shumë e rëndësishme për të theksuar. Duke ngrënë më shumë vajin e kokosit, duke ngrënë avokado apo ullint, pra duke mbajtur pak a shumë një regjim keto, që shumica e ushqimeve që konsumojnë të jenë proteine dhe yndyrë dhe shumë më pak të jenë karbohidrate apo sheqerna. Gjithashtu një gjë tjetër shumë e rëndësishme është përdorimi ose përfshirja e kompleksit të vitaminave B, ose thënë ndryshe, po përmend inositolin. Inositoli në fakt është pjesë e familjes së kompleksit të vitaminave B dhe gjendet edhe në ushqime, sigurisht e keni tek mishrat, e keni tek drithrat më shumë, tek orizi kaf ka shumë inositol, e keni te fasulet, thjerësat janë shumë të pasura me inositol, keni bananet, keni lakrat, keni portokallet, në pjesën e frutave që kanë më shumë inositol. Megjithatë, më i përqendruar nëse ju keni një problem të tillë dhe doni që të ketë më shumë efekt, unë patjetër që jam pro elementeve ortomolekulare, që do të thotë përdorimi i suplementeve ushqimore. Jam pro suplementeve kur kemi nevojë që t'i përdorim edhe kur janë të pastërta, të sigurta dhe cilësore. Dhe në këtë rast duhet ta merrni inositolin në raportin 40:1, edhe kudo që të shkoni, domethënë se s'dua të flas për ndonjë film të caktuar, po kudo që të shkoni e zgjidhni në raportin 40:1, që do të thotë 40 duhet të jetë mio inositoli edhe 1 duhet të jetë 2 kilo inositoli. Pra, kur të shkoni te farmacisja, kërkoni një inositol, i cili është 40 mio inositol me 1 kilo inositol. Dhe përpiqeni të merrni, kuptohet, një formulë sa më natyrale. Një gjë tjetër që është shumë e rëndësishme për të theksuar edhe që më shpesh them që keni kujdes, mbani intermittent fasting ose agjërime ndërprerje që në jetën time tashmë prej shumë vitesh është kthyer në një regjim ushqimor, edhe nuk e mbaj vetëm kur jam me cikël, por intermittent fasting, agjërimi me ndërprerje, gjeni orare që juve ju përshtaten më shumë, por personalisht këshilloj dritarin e orarit 12:06, kur ti je praktikisht 18 orë fasting, ndihmon shumë në reduktimin e insulinës në gjak. Kjo nuk duhet të përdoret nëse ti je me terapi medicinale në mënyrë absolute pa u konsultuar me mjekun dhe me nutricionistin. Pa diskutim që çdo lloj, këto janë këshillat e përgjithshme, sepse çdo lloj smundjeje duhet të jetë, ju duhet të bini në kontakt me mjekun padyshim dhe me doktorin e nutricionit. Dhe në bazë të terapisë që juve merrni, në bazë të lifestyle-it që ju keni, analizave tuaja, doktori i nutricionit pastaj harton terapinë ushqimore. Doktori i mjekësisë harton terapinë medicinale, ai i nutricionit harton terapinë ushqimore, kështu që patjetër duhet të bini në kontakt dhe të keni parasysh që edhe ilaçet që ju i merrni nuk ndikojnë pozitivisht nëse nuk e ndryshoni standardin apo mënyrën e të ushqyerit. Këto ishin këshillat e mia për sa i përket vëzoreve policistike, e unë juftoj që të vazhdoni të ndiqni sepse do të keni materiale shumë bukura këtu në kanalin tim në YouTube, dhe mund të bëni dhe subscribe se nëse doni që të merrni informacione free që janë të sigurta, ndoshta dhe materiale që nuk i keni dëgjuar më parë. Ciao.